Përshëndetje miq të emisionit ton. Sot do t'ju japim njohuri pse kockat tona bëhen poroze. Pra, kur harrim në osteopeni, në osteoporoz dhe si duhet veprojmë ne për të patur gjithmonë gjatë gjithë jetës sonë kocka të shëndetshme dhe kocka që nuk na thyhen në pleqëri. Nëse do të vëmë re tek struktura e ndërtimit të kockave, njëkohësisht edhe tek mënyra se si ajo forcohet gjatë viteve, ne jemi munduar që t'ju sqarojmë juve për mënyrën se si kocka është e ndërtuar, çfarë funksione ka dhe si duhet të ruajmë neve kocka të forta edhe pas moshës 55, 60, 65, por ndoshta edhe në moshat më të larta. Pse thyhen kockat? Nga dobësimi i kockave. Si të kujdesemi për një shëndet më të mirë të kockave? Duhet të dimë se kockat në trupin e njeriut zën afërsisht 14 deri në 15% të sasisë së përgjithshme të peshës totale të trupit. Tek meshkujt kjo sasi totale shkon 11 deri në 13 kg kocka, ndërsa tek femrat 9 deri në 11 kg. Pjesa e gjymtyrëve të poshtme peshon afërsisht sa 40%, shtylla kurrizore rreth 25%, duart 15% dhe kafka deri në 8 deri në 10% ose afërsisht 1 deri në 2 kg kocka peshë trupore. Po kush është funksionimi i kockave? 1. Funksion mbështetës, pra na mbajnë trupin në këmbë. Së dyti, funksion mbrojtës, mbrojnë organet tona të buta, sidomos trurin, mushkrin, palcën dhe organet gjenitale. Prodhojnë qeliza të kuqe të gjakut me anë të palcës së kuqe të kockave. Ruajnë rezervat, pra shërbejnë si bank për ruajtjen e mineraleve, siç është kalciumi, zingu, fosfori, magnezi e kështu me radhë. Mbështesin trupin ton që të bëjë lëvizjen e kontrolluar ditore dhe trigliceridet e depozituara në palcën e verdhë shërbejnë si një burim energjie për trupin ton. Po si janë të ndërtuara kockat? Kockat e njeriut janë struktura të indit lidhor, por të mineralizuara. Ato janë të ndërtuara ose përbëhen prej 4 lloje qelizash: osteoblastet, osteocitet, osteoklastet dhe qelizat anësore të kockave, ato që i japin asaj atë lëmushmërinë edhe fortësinë e saj. Osteoblastet përbëjnë afërsisht 5% të kockave dhe janë përgjegjëse për mineralizimin e kockave dhe rimodelimin e tyre të mëvonshëm. Mbajeni mend këtë fjali, që do të thotë, ne kemi mundësi që kockën me kalimin e viteve ta fortësojmë, ta bëjmë më të fortë. Osteocitet janë qeliza kockore me jetëgjatësinë më të gjatë 25 vjeçare. Pra, njeriu nga mosha e lindjes, se kockat formohen afërsisht që në javën e 8 të shtatzanisë dhe vazhdojmë edhe pas lindjes. Pra, osteocitet vazhdojnë aktivitetin e tyre për 25 vite në drejtim të fortësisë kockore. Mandej, dhe këto osteocitet që përbëjnë gati 95% të kockave, këto fillojnë të dobësohen. Pra, këtë fakt ne duhet ta kapim që osteocitet mbas moshës 25 vjeçare të dimë se si t'i ruajmë përafërsisht në nivele normale. Osteoklastet, që përbëjnë afërsisht 5% të qelizave, janë qeliza gjigande dhe lejojnë zhvillimin e kockave të reja dhe ruajnë fortësinë kockore. Kjo ka veti që nëse ne pësojmë ndonjë frakturë, kocka përsëri të lidhet, të rimodelohet dhe të forcohet. Skeleti i njeriut është afërsisht i përbërë nga 75% minerale dhe 25% ujë, ku uji i jep atë elasticitetin, butësinë dhe njëkohësisht këto minerale dhe uji na shërbejnë edhe si prodhues gjaku, pra edhe njëkohësisht si një bank, si një vend ku rezervohet kalciumi dhe fosfori shumë të dobishme për organizmin e njeriut. Përse duhet i dimë këto gjëra? Nëse ne kemi njohuri për ndërtimin e kockës, për strukturën e tyre dhe për vetin që ka kocka e njeriut që të rimodelohet me kalimin e viteve, ne jemi në gjendje që
të kemi një pleqëri të sigurt dhe kocka që nuk thyhen. Pra, kockat fillojnë të formohen që në javën e 8 të fertilizimit dhe rimodelohen me 10% të sasisë së tyre çdo vit mbas moshës 25 vjeçare. Përmbajtja e mineraleve në kocka është kjo. Kalciumi total është 1 deri në 1,2 kg, ose afërsisht 2 deri në 2,5% e peshës trupore. Pra, ta mbaj mend këtë fakt. Vazhdojmë më tutje, pra pas kalciumit shkojmë tek fosfori. Afërsisht, nëse kalciumi është 1 deri në 1,2 kg, fosfori shkon nga 500 deri në 700 gram. Raporti kalcium-fosfor është në raportin 2:1. Mandej shkojmë tek natriumi, i cili është afërsisht 90 deri në 100 gram. Natriumi dhe kalciumi japin edhe aty ngjyrën e bardhë të kockave, kaliumi rreth 30 gram, magnezi 20-25 gram dhe ka disa minerale gjurmë, siç janë për shembull zingu, bakri, hekuri, magnezi, flori e të tjera që janë të pakta në përqindje, por janë thelbësore për forcën dhe mineralizimin e kockës. Atëherë, duke ditur që kocka deri në moshën 25 vjet ka vetin që të rrisi fortësinë e saj dhe mbas moshës 25 deri në 35% mundet që themi kockat ruajnë atë paralelizmin në fortësinë e tyre, mandej tendenca e tyre është që të dobësohet. Të kemi, si thuash, një humbje të këtyre mikroelementëve që unë përmenda. Por, nëse ne tregojmë të kujdesshëm, edhe pas moshës 35 vjeçare, kockat tona fillojnë të rimodelohen. Pra, nëse ne tregojmë të pakujdesshëm dobësohen, në të kundërt, atëherë osteocitet që jetojnë deri në 25 vjet, që fillojnë të ulen pak e nga pak me kalimin e viteve, po të jetë se neve konsistojmë që ta ruajmë këtë fortësi të kockave, të ruajmë vertebrat, të ruajmë këto gjymtyrët, ne e kemi këtë mundësi plotësisht që ta realizojmë. Që do të thotë, ne i ushqejmë kockat me minerale, të ruajmë gjithmonë ato fortësinë, jo vetëm të kockave, por edhe të tendinave, që janë si fibra të forta që lidhin këto kockat me njëra tjetrën, që lidhin muskulin me kockën, por edhe të ligamenteve që janë si fasheta që na lidhin kockat me njëra tjetrën dhe na ruajnë atë ekuilibrin kockor. Pra, po të dim neve që kockat tona kanë midis tyre në pikat e lidhjes atë lëngun kockor dhe të dim që ne duhet kemi këmbë të drejta, jo të lakuara, tendina dhe ligamente të forta, pra këto fashetat të forta, atëherë ne harrim që të ruajmë drejtimin e trupit ton në përkyçe dhe njëkohësisht shmangim, si thua, ndonjë marramendje dhe rënje në mënyrë të padashur për të pësuar frakturat, sidomos në pleqëri. Kockat në brendësi të tyre kanë gjaku që i ushqejnë ato dhe ky ushqim i rimodelon kockat. Për çfarë nevoje kanë kockat tona që të jenë me të vërtet të forta dhe rezistente? Mendojmë që këto produkte që ne kemi sjell këtu, ku rolin kryesor e luan kalciumi, mendojmë që neve kemi mundësi që të tregohemi shumë të kujdesshëm për të patur gjithmonë kocka të forta. Atëherë, le të fillojmë. Kockat kanë nevojë për vitaminën D, që do të thotë diell, ushtrime fizike, aktivitete në ajër të pastër dhe lëvizje të vazhdueshme, proteina cilësore dhe kolagjen natyral. Kocka do kock. Pra, mund të themi minerale si kalciumi, magnezi, natriumi, kaliumi, të cilat mund të merren me shumë efikasitet nga kockat e këmbëve të bagëtive dhe njëkohësisht duhet që të kemi edhe hormonet në ekuilibër. Pra, nëse nuk kemi, le të themi, njërin prej tyre, po të përmendim TSH-in, nëse kjo nuk është në normë, atëherë mund të na marrë kalciumin nga kockat dhe të na hedhë në gjak. Pra, harrim
ose bijemi si thuash në prekrin e një osteoporoze, thjesht vetëm nga prishja, si themi, e balancës së TSH-it, hormonit të tiroides. Një thënie e Thomas Alva Edison, mjeku i së ardhmes nuk do t'jap ilaçe, por do të edukoj pacientët për kujdesin ndaj trupit, dietës dhe parandalimit të këtyre sëmundjeve. Pra, atëre po ta marrim këtë thënie të Thomas Edisonit, do të thotë kjo që neve të dim në vazhdimsi dhe të tregojmë që sa kemi nevojë neve, për sa kemi nevojë për kocka të shëndetshme, për kalciumin, për magnezin, për zingun, për hekurin e kështu me radhë, që ne të kemi kocka të shëndetshme dhe të kemi një trup të shëndetshëm. Atëre, le të përmendim një fakt. Pra, ne thamë që afërsisht kalciumi ishte afërsisht në sasinë 1 deri në 1,2 kg. Por dim që afërsisht trupi për kalcium ka nevojë për 1 deri në 1,2 gram. Atëre, që të kemi kocka dhe trup të shëndetshëm, do të themi ku do t'i gjejmë në këto minerale dhe vitamina. Atëre, ushqimet me vitaminën D, veza, gjalpi i lopës, rrezet e diellit, ajri i pastër, fara që mineralizojnë kockat, duke filluar që nga bajamja, chia, faraliri, lajthia, susami, tahini, kërpudhat. Por, le të ngelemi këtu. Atëhere, shiko, kjo mund të jetë ndër më të parat që ka një kalcium të asimilueshëm plotësisht nga organizmi, farat e susamit. Mandej mund të themi që vjen tahini, afërsisht këto pra në 100 gram fara të thata, neve mund të marrim rreth 900 mg kalcium të tretshëm. Kjo këtu mund të kemi për shembull tek tahini, ne mund të marrim nga 100 gram afërsisht 600-700 kështu mililitra, si thuash kështu miligram kalcium. Por krahas këtyre të dyjave që unë përmenda, ne kemi bërë edhe një përzierje farash, pra përfshi susamin, tahinin, farat e qias, të liri që edhe këto kanë nga 200-300 mg për 100 gram produkt të freskët, dhe le të vemi tek moringa, e cila është shumë herë më e pasur në kalcium se sa djathi, shumë herë më e pasur në beta-karoten se sa karota dhe domatja. Atëhere, a e kemi edhe këtë mundësi? Sigurisht. Prandaj, ne do të themi që edhe moringa oleifera është e mrekullueshme që të futet në përdorim të dietës tonë ditore, pasi na ndihmon në mineralizimin e kockave. Kjo lidhje që neve bëm pra të këtyre farave të ndryshme, na ndihmon që kalciumi, magnezi të absorbohen shumë lehtë nga organizmi. Por a mundet që të bëjmë ne gabim në dietën tonë, në ushqimin tonë? Sigurisht që po. Le të themi, cilat na përkeqësojnë ose pengojnë absorbimin e kalciumit. Le të vemi tek bishtajoret. Ato janë të mrekullueshme, por bishtajoret në brendësi të tyre përmbajnë fitate. Çfarë janë këto? Janë kripra të acidit fitik ose myoinsitol heksafosfate, që do të thotë, është një lloj acidi i cili ka veti të formojë lidhje të shpejta me mineralet, formon kripra me kalciumin, me magnezin, me hekurin, me zingun, dhe kjo bën që kalciumi që neve marrim nga fasulet, nga thjerrzat, nga bishtajoret në tërësi, nuk absorbohet më nga organizmi, për faktin se ky acidi fitik na krijon këto lidhjet. Po si mund ta largojmë acidin fitik nga fasulja, le të themi? Atëre, shiko çfarë bëjmë. I vendosim këto bishtajore në ujë të vakt për 8, 10 deri në 12 orë. Pra, bëjmë një zbutje të tyre, ku përfitojmë se lehtësojmë zjerjen e tyre, por njëkohësisht këtë acidin fitik ne e largojmë. Pra, vendosja në ujë të ngrohtë e fasuleve për 8 orë, 10 orë, 12 orë, na ndihmon që të largojmë acidin fitik dhe mandej
kalciumi që ndodhet tek fasulet është plotësisht i absorbueshëm nga organizmi jon. Plus kësaj, nuk na pengon, nuk na lidh me këto minerale që marrim neve nga produktet e tjera, nuk formon kri. Pra, kështu që neve këto produktet që ne konsumojmë na ndihmon që kalciumin që na nevojitet për kocka, fosforin e kështu me radhë, i marrim në formën e një kalciumi aktiv të absorbueshëm nga qimethiset në zorë. Atëre, kjo gjë është e thjeshtë. Vendosja e fasuleve në ujë të ngrohtë, vendosja e thjerrzave kështu, na ndihmon që të kemi kocka të shëndetshme. Krahas kësaj, mund të theksojmë edhe një gjë tjetër. Nëse neve do të marrim, për shembull, farën e susamit, e cila ka një sasi nga më të mëdhajat se këto që kam sjellun këtu të kalciumit, që është i absorbueshëm nga organizmi, dhe të veprojmë në këtë mënyrë, t'i marrim farat, jo t'i bluajmë, po t'i vendosim për shembull në ujë të ngrohtë, një filxhan kafe me fara susami në ujë të ngrohtë, ose një filxhan kafe me farat e qias në ujë të ngrohtë, e kështu me radhë. Atëherë, dhe i lëm 2 deri në 3 ditë. Vëmë re se kjo tashmë nuk i ka këto mikroelementet të thara, por ka filluar një proces mbirje dhe fuqia e tyre rritet, si themi, gati 50 herë. Pra, nëse ne kështu konsumojmë një kavanoz me filiza të mbirë, njësoj si kur kemi 50 kavanoza. Plus, ai qumshti që ushqen atë filizin është shumë herë më i absorbueshëm nga organizmi se sa kur kjo është një farë e tharë. Të njohim disa nga burimet kryesore të kalciumit që neve mund t'i marrim nga produktet natyrale. Për shembull, nga bulmeti, vetëm nga djathi parmigiano mund të marrim nga 100 gram 1000 deri në 1200 mg kalcium të absorbueshëm nga organizmi. Djathi i fortë ka 700, pra i bardhi, i deles, i dhis, 700 deri në 900 mg kalcium për 100 kg. Pra, duhet të dim që normën ditore e kemi gati 1000-1200, atëhere nuk do të konsumojmë me vërtet vetëm 120 gram djath neve gjatë ditës për të marrë tërë sasinë e kalciumit, por do të dim të racionojmë edhe këto produktet e tjera. Atëhere, 400 deri në 600 mg djathi i bardh, kosi në përgjithësi mund të na shkojë deri në 150 mg për 100 ml kos, qumështi afërsisht 115 deri në 125-130 mg, po kështu edhe kefiri, gati 120-150 mg kalcium për 100 ml kefir. Burimet bimore për çdo 100 gram produkt. Unë e përmenda edhe që parë. Së pari, vendin e parë e zën farat e susamit. Këto kanë gati 975 mg për 100 gram produkt. Si thua, gati tërë sasia ditore e kalciumit është në 100 gram fara susami. Por nuk do të marrim vetëm këto. Shkojmë tek farat e qias. Pra, kjo ka më pak, gati 600-650 mg. Tahini, që unë e thash është në vendin e tretë, gati 450 mg. Pra, këto janë 3 më të parat, si thuash, susami, liri dhe tahini. Si thuash, këto na vinë kështu ja. Në vendin e parë, në vendin e dytë, në vendin e tretë. Që ta dim, neve nëse do kombinojmë këto të treja gjatë ditës, sinqerisht ju mund siguroni atë sasi ditore të kalciumit me gati 200-250 gram produkte të konsumuara. Por, do të vemi gjithmonë te kjo larmishmëria. Atëre, kemi lajthin, bajamet e kështu me radhë që shkojnë lajthia 190 mg kalcium, bajamja 260, farat e lirit shkojnë afërsisht 250 mg, lakrat jeshile dhe perimet fillojnë që të ulen ndjeshëm. Pra, lakrat jeshile shkojnë deri në 150 mg në 100 gram produkt, brokoli 20-50 mg e kështu me radhë. Le të vemi tashmë tek kombinimet ideale për
të produkteve natyrale për të luftuar osteoporozën. Atëhere, në qoftë se do të marrim për shembull 250 gram mililitra kos ta hedhim në pjatë dhe të shtojmë në të fara chia. Fara chia. Po të hedhim afërsisht një lugë supe. Ja, për shembull, një lugë supe me fara chia. Farat e qias dhe të susamit do t'ishte shumë mirë që neve ti marrim, ti bluajmë në një mikser që në momentin se ti hedhim ato në pjatë. Atëhere, ja le të themi, afërsisht kjo, na ndihmon jo vetëm në sasinë e kalciumit që neve marrim, por kjo na ndihmon edhe në lehtësimin e tretjes dhe të jashtëqitjes. Si thuash, kjo zbut dhe lehtëson lëvizjen e peristaltikës së zorëve. Nëse do të hedhim për shembull këto farat e qias, nëse do të marrim 250 gram kos, nëse ne do të konsumojmë krahas këtyre një kokë rëvezë që neve nga veza mund të marrim vetëm kalcium gati 45 mg, atëhere çfarë sigurojmë neve? Ja, për shembull, fara chia, fara susami, afërsisht një lugë gjelle të sheshtë. Ose të marrim këtë osteomerin, po kështu në sasin, le të themi, një lugë supe në ditë, neve vetëm me këto të treja që unë kam vendosur këtu në pjatë, mendojmë që juve siguroni nga sasit që unë përmenda, që mund të shtojmë edhe pak tahin të bluar, atëhere ne gati marrim atë sasin ditore të kalciumit në masën 60-70%. Pjesa tjetër, le të zvendësohet nga brokoli, e cila ka gati 25 mg, 50 mg, dhe kemi siguruar dozën maksimale të kalciumit për nevojat ditore, por jo vetëm kalciumin, po edhe fosforin, edhe zinkun, edhe natriumin, edhe kaliumin. Atëhere, kjo mund të themi është një pjatë ku neve me këto tre përbërës plus kosin realizojmë, si thuash, nevojat për kalcium dhe për fosfor gati në nevojën 60%. Vetëm nga kjo pjatë ku ne të shtojmë edhe kosin. Nëse do të shtojmë tek pjata edhe pak moringa, atëhere nuk marrim vetëm kalciumin dhe atë fosforin, por marrim edhe një mori të tërë me mikroelement të tjerë. Atëhere, nëse do të themi që ne sigurojmë gati 350 mg kalcium nga kosi, nga farat e qias afërsisht 15 mg. Nëse do të hedhim nga këto bajamet këtu dhe neve sigurojmë afërsisht dhe farat e lirit e kështu sigurojmë gati nga 50 mg 100, vëmë re që këtu neve pra kosin bashkë me këto përbërësit kemi arritur gati 60-70% të dozës ditore të kalciumit së bashku me mikroelementet e tjerë. Pra, mos hezitoni, një pjatë e tillë në mëngjes ju ndihmon që të keni me të vërtet kocka të shëndetshme. Nëse do të kishi mundësi edhe për një lugë gjelle boronic, edhe një lugë gjelle boronic na jep gati 25 mg kalcium në ditë. Si shumë totale, nga 570 deri në 600 mg kalcium në ditë, po ta marrim neve vetëm nga pjata e mëngjesit, gjatë gjithë ditës ju t'jeni të bindur që i siguroni doza ditore të kalciumit së bashku me mikroelementet e tjerë, që do thotë keni kocka të shëndetshme. Dhe krahas kësaj, po të ruajmë drejtimin perpendikular të kockave, atëhere kocka tuaja do t'ju shoqërojnë gjatë gjithë jetës tuaj derisa të arrini atë moshën me një numër 3 shifror. Në drek juve mund të merrni për shembull pak djath, e cila nëse ne arrim për shembull të marrim 20-30 gram djath, lakra jeshile e kështu me radhë, neve përsëri mund të kalojmë 500 mg.
po çfarë mund të konsumojnë tjetër? Gati edhe 100 gram fasule të ziera, por të zbutura siç e thash, atëherë do të vëmë re që konsumimi edhe i këtyre bishtajoreve, i këtyre frutave të thata që unë përmenda, do të harrim lehtësisht mbi 1200 mg kalcium në ditë. Po kush i dobëson kockat tona? Po nëse marrim për shembull krip të tepërt, 2-3 kafe në ditë, alkool, sheqer i rafinuar, mungesa e lëvizjeve, atëherë këto do të na pengojnë përthithjen e kalciumit dhe njëkohësisht do të kemi hedhur poshtë gjithë këtë punë ditore që neve bëm. Ose edhe nëse qëndrojmë në ambiente të lokaleve me tym për shembull, edhe kjo na pengon, si të thuash, përthithjen e kockave dhe rimodelimin e tyre. Theksojmë edhe një herë, nëse neve me vërtet tregojmë shumë të kujdesshëm për forcimin e kockave dhe konsumojmë fasulet ashtu të ziera, për shembull duke i hedhur drejt për drejt në ujë dhe pa e derdhur atë ujin e parë që neve i vendosëm për t'i njomur ato dhe për të bërë një si parambirje të lehtë, atëherë fitatet që përmbajnë fasulet na formojnë kripra me magnezin, kalciumin, zinkun e kështu me radhë dhe këto janë të pa absorbueshme nga organizmi. Pra, kujdes, largojini fitatet duke i vendosur këto fara të bishtajoreve në ujë të ngrohtë dhe duke i lënë ato 10 deri në 12 orë. Shpresoj që ky emision të vlej shumë për ju dhe ju të dini si ta luftoni osteopenin dhe osteoporozën. Ju faleminderit dhe mirupafshim në emisionin e radhës.